الدين رأس المال فاستمسك به فضياعه من أعظم الخسران. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. Nëse Allahu subhanahu wa taala të ka begatuar me aftësi që ti këshillosh njerëzit, ti udhëzosh njerëzit drejt hajrit dhe mirësisë, drejt fesë Allahu subhanahu wa taala, atëherë mos rri mbrapa dhe mos e privo veten nga ky nder madhështor. Pra nderi i qenurit këshillues dhe musliman produktiv në shoqërinë ku jeton. Bashkangjitju karvanit të atyre që i thrasin njerëzit drejt Allahu subhanahu wa taala, njerëzve këshillues, në mënyrë që të përhapet mirësia në shoqërinë ku jeton, të përhapet feja e Allahut dhe të largohen ignoranca dhe devijimet. Allahu subhanahu wa taala thot: "Fadhakkir in nafa'ati dhikra." Përkujto, këshillo, nëse këshilla dhe përkujtimi sjellin dobi. Këto Allahu subhanahu wa taala po i drejtohet pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, dhe padyshim që ky urdhër i drejtohet edhe çdo muslimani, i cili është xheloz për fenë e tij, i cili është njeri serioz, i cili dëshiron që të përhapet hajri dhe mirësia në vendin dhe shoqërinë ku jeton, dhe i cili ka aftësi dhe mundësi për ta kumtuar fenë e Allahut te baraka ve taala. Pra o Muhammed sallallahu alaihi wasallam, këshilloj dhe përkujtoj njerëzit me shpalljen që ne ta kemi zbritur ty. Udhëzoj ata drejt rrugëve të hajrit, rrugëve të mirësisë, udhëzoj drejt fesë Allahu subhanahu wa taala. Thot Hasan al-Basri rahimahullah, në mënyrë që kjo të jetë këshill dhe përkujtim për besimtarin dhe argument i ngritur kundër jo besimtarit. Disa dietar kanë thënë in nafa'ati dhikra, nëse këshilla sjell dobi, qëllimi është edhe nëse sjell dobi, edhe nëse nuk sjell dobi. Pse? Sepse pejgamberi sallallahu alaihi wasallam është dërguar për ta kumtuar fenë Allahu subhanahu wa taala të këtë gjithë, në çdo gjendje, pa marrë parasysh se a e pranon dikush këshillën e tij, përkujtimin e tij apo jo. Ndërsa disa dietar kanë thënë fadhakkir in nafa'ati dhikra, pra nëse ti e di se këshilla që ti ja jep dikujt e sjell një të keqe më të madhe se sa e keqja në të cilën është ai, atëherë kërkohet që ti të tërhiqesh nga ajo këshillë dhe të mos ja japësh atë. Duhet ta dim se përhapja e hajrit dhe udhëzimi i njerëzve patjetër duhet të ngritet mbi sakrifica, duhet të ngritet mbi mund të madh të njerëzve të sinqertë të vërtetë, që kanë xhelozi për fenë e Allahu subhanahu wa taala, cilët e shfrytëzojnë çdo mundësi për të këshilluar dhe porositur njerëzit, e udhëzuar njerëzit, cilët janë përkushtuar skajshmërisht që ta përhapin dhe ta kumtojnë fenë e Allahu subhanahu wa taala. E pastaj padyshim që edhe rezultatet nuk do të mungojnë. E krejt kjo është mirësi dhe mëshirë prej Allahu subhanahu wa taala. Andaj ne në këtë kohë që po jetojmë, në kohën e rrjeteve sociale, në kohën e zbulimeve madhështore, nuk duhet të tregohemi dembel e përtec në kumtimin e fesë së Allahu subhanahu wa taala. Asesi nuk na lejohet që të tregohemi të shkujdesur në këtë aspekt. Përkundrazi, secili e ka për detyrë ta kumtojë fenë Allahu subhanahu wa taala, aq sa Allahu i ka dhënë mundësi dhe dije. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: "Ballighu anni walau aya", përcillni nga unë qoftë edhe një ajet. Allahu subhanahu wa taala na nxit drejt kësaj dhe thot: "Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allahi wa 'amila salihan wa qala innani minal muslimin." Kush flet më mirë se ai që i thret njerëzit drejt Allahut, bën punë të mira dhe thot: "Un jam më të vërtetë prej muslimanëve." Elusim Allahun subhanahu wa taala që të na jap sukses drejt gjërave që ai i do dhe është i kënaqur me to. Sallallahu alaihi wasallam ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.